A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dersin e kaluar të Shifai Sherifi lexuam disa ngjarje të mrekullueshme që u kanë ndodhur pejgamberëve kur ato kanë qenë fëmijë. Atë titulli është sjellja e bukur, akhlaki i bukur i pejgamberëve. Do me thanë, e në kjo konsiderohet për sjelljeve të bukura, si fëmijë të ndodhin do mrekulli. Sjellje e bukur është apo? Ato Sulejmani a.s. që i përmendëm ato në sjellje të bukura. Shife shpëtoi njerin nga që atë Irani bubash gjëmat më në ngatëruje që jo. Biri be njëse qëse. Nuk ka unë, ka dera. Shtaj më në ngatëruje ma, pasaj në filim. Oh, mashallah. Nëjse ish. Karë njëti. S'kall qeki. Së njojmë ne bura, s'kall qeki. Nëjse, inshallah, nuk ndodhë njësa. Ku ish fjalla, bashkë sot gjuma, gjemat, edhe njerë kërkojmë falje në emën të hoxalarve. Edhe në hikmet duhet me pat hoxha. Nuk thomë se unë e kom hikmet. Hoxalara duhet me pat hikmet, duhet din ti menaxhojnë situatat. Sot o vakti i vështirë o gjemat. Sot në gjuma, njeri e le punën. Njeri duhet t'ja duroj erën e gjojës shefit. Duhet t'a lute atë qetrin, t'i thos se këti qetrit t'a i zëvendësom. Sot gjumaja o, shumë vështirë të falet. Ju me gjithat vejni falni. E ne hoxalarët tash, ta zgjasim hutben. 1:45, ta nxjerrim xhamatin nga xhamia. Pavarësisht s'ka lidhje kush mund të në besimit t'i ndodhe kjo. Gabim është kjo xhamat, gabim. 5 minuta, fak, haj për të mirë. Ku thamë edhe në kartë në gjohë e dersë, nuk në gjëmë ne burat mëzej dersë dhe në gjohë s'kallë qekja. Në gjyna, vërtet bas 3-4 minutave, bie koncentrimi se me ndike dëkun tjetër, dyqanin duhet ta qeliat, pun duhet ta kry, më presin nëzansit, talebet e këshumerat. A këtu, elhamdulillah shif, mas jatësie që në kur është, e kemi thanë disa, shumë rahat jemi. Edhe mbajmë një ders, për izat të Allah, shu e di se s'ju nuk bezdiseni, edhe unë e jom rahat, pëndej ka dhe bereqet. Allahu ju shpërblef që vini, Allah i në erujt këtë ndjenjë, ama kjo më varet për me, nëse unë va boj bajat, 1 herë, 2 herë, 3 herë, edhe kjo ka një karar, apo? Se i në të lirë se ne mbajmë 3-4 saat. 3-4 saat. Gjybbeli Ahmet Hoxha, i famshëm është Turqi. Ka 3-4 saat i mbajt e derset. Njën sa ma në fund t'i ka dalë Hoxha i vetë, e ne Hoxha jem, në Andër Mahmut Efendia, ka thënë, bëj 1 saat, mos e zgjatë. A duhet andrat shofin pa të bindemi, apo? Qa që ka sabrin gjemati, mo folish e ne të njojsh. 40 minuta, hajde njerë muhabeti isha ishte dersi interesant, hajde 1 saat. Ama edhe ajo kuron me gjlis kështu. Në për gjumaja, në për sent, 5 minuta, 3 minuta, unë me kanë mufti, regulore kisha pro. Mbaj 4 minuta e gjys, s'ka. 15 minut, duhet lidhesh Allahu Ekber. Se di, tash e kuptova shumë mirë gjematin, apo se isha ngushten unë me vaktin, qëllu me një vetë tjetër, s'ka lidhje ku, ama u zgjat tepër. 2 veta dolen nga xhamia. Ja bon hodë që kësho. Thonë, do në të thosën qaft tonë dhe gjise fala gjumon, e në unë shkova. Qa i shkruhet në qaft hodës nuk e di, ama nuk o në regun këtë vakët të dynjas ku na ka retheku, ditë e premte ditë pune, duhet neve o gjallarët jemi shumë të kujdesshëm. Vazhdojmë me dersin Shifai Sherif, pejgamberët qysh në fëmiri kanë të regu do mrekulli, që edhe këto hynë në sjellje të bukur, sjellje të mrekullueshme. Helbet nëse i vajnë dhe kujtë ftofët, na të regojnë të kallim kliman. Vazhdojmë me qitapin, tash do jetë ngjarja Hazreti Musës, me Firaonin, do me thanë Firaun, ne shqipi themi Faraon. Wa akhdhuhu bi lihjeti, kur ja kapi mjekrën, wa hiya tiflun. Ishte bebe, tregohet në për tefsire, Faraoni e dini si ka ndodhë vje në palatin e Faraonit, Hazreti Musa, atë do ta këcem, një dit e merë që këshu në kran, në krah, në gjirin e vetë ta luhate, kërse pak të luje, Hazreti Musa ja kap dhe ja shkull disa fije të mjekrës Faraonit. Ndërsa Faraoni para prakisht, a i njeri që ja kish kalzuat andër, se dë vije njani pi
Benu Israilve të vërtet, jo këto sot që janë zullumqar. Nga Benu Israilet dhe vjen një fëmijë dhe dhe ta zdroje ty pushtetin. E tash me atë panik ka jetuaj, ta njetën me paranoj ka jetu. Kushoj, nuk e din se e ka ndur. Hikmeti Allahu çashtu është. Mirë po, ai fallxor i ka tregu se një herë dhe ta krefe edhe mjekrën. Mas ja merr mendja se çash bebe i vogël, Hazreti Musa tak dhe ja shkull. Ju që keni fëmijë dhe mjekra shumë mirë e dini çfarë ndjenje është ajo. Thënë, si kjo që dhem xhamat kur krefet, asnjë pjesë e trupit nuk gjik. Edhe mu, ai Hazreti Musa jem, ma ka bëu atë rrunë bona faraoni, ne, s'ta kënë gabimisht. Nani, shuaj let jetë në udhën e Hazreti Musas. Jo ne të jemi në udhën e faraonit, po ato let jenë vetëm në rrugë të hajrit. Neve të na shkullet mjekra, s'ka problem. Që kështu tuf xhamat, tjesin dorë, edhe shumë djek. Është nervozu, ndoshta edhe pej nervozës, po plus edhe i kujtojnë fjalët e atij fallxori. Edhe vendos ta vrase Hazreti Musa fëmijën djep. E tash gruaja e faraonit, muslimanja, pej muslimaneve të rralla, Hazreti Asije. E ka da shumë Hazreti Musan, e binti thot, nuk ka thënë ai fallxori për këtë bebe, kjo është vërtet shumë i vogël. S'ka rrezik për këti. Ama do këshilltar që i ka pas faraoni, jo, lanë punët e shtetit miren me një bebe. Kur tjetë jo bebi Hazreti Musa, duhet me umara, po, me mendu si zullumqar. Bëjnë një këshill, hajta është ta provojmë me të vërtet, a e ka bo me qëllim, apo pa qëllim. Sa a dhe jetë ky njeri që të mazdruje frontin, apo jo. Dhe vendosin në një sahan, themi, në një pjatë, një copë zjari, qymyr, në pjatën qetër vendojnë diçka nga altani. Dhe thujnë këto këshilltarët, nëse dhe e preke zjarin, atër themi fëmijë vërtet pa dashje e ka bë këtë veprim. Ja sjellin përpara Hazreti Musas, Hazreti Musa fëmijë i djepit. Dhe ku dhe e zgjase dorën? Hazreti Musa fillon përka altanit a zgjase dorën. Hazreti Gjibraili vjen, ja kap dorën dhe e çon pak ka zjari. Në atë moment e prek vërtet zjarin, bebe, fëmijë, ma pa e shtin gishtin në goj. Se fëmijët ashtu janë kur qajnë drejt gishtin e vend në goj. Edhe Hazreti Musa ka qenë bebe një vakë të xhamat. Dhe atë gisht të djegur përvluar e vendon në gjuhë që kështu. Dhe thujnë mi fesiret, pe ati momenti gjuha e ti fillon të bëlbëzoje. E dini edhe në Kur'an kalon, Hazreti Musa thot, mu më meret goja, ja Rabbi, ma sjell edhe Hazreti Haruni ngat kur dalin para faraonit, move se janë bë burra të mëdhi. Që kjo është ai momenti kur ka filluar të belbëzoje Hazreti Musa fëmijë. Pe këtu dalin shumë mësime xhamat. Hazreti Gjibrili, me lajqet, Allahu neve vërtet dënjer pa dashtas me gabu, mund të të ndihmoje nga zjari të të çoje ka altani, ose dënjer ka altani të të çoje dhe ka zjari. Ta prekish në atë moment altanin, do të thoshte të të vrase faraoni. Atëherë, kushtet e kësaj bote, t'janë falë vetëm dy opsione. Ja zjari, ja altani, në atë moment zjari u bo më i mirë e shpëtove jetën. A më hoxho shef ma për ju do që gishti, e pun këtë botë jetoj më xhamat. Tash, e ke një opcion, këtu të punsohesh, e ke një opcion, këtu të punsohesh. Këtu duket sikur altan, mirë po, për aty do të mbyte dynjaja. Ai faraoni, dynjaja, do të marrën e përkam. Këndej duket si zjarr. Pse 400 euro ro këto? Ama halal është. Dhe të flesh rahat, di ushqesh edhe fëmijët rahat. Ama hoxho, e po ama hoxho që ashtu tash e në Hazreti Musës tash i jetë një farloj gjege. Shef ta njëtë ma pa belbëzoj. E në ty, do të kape dhe një farloj zjari, ama bërem paktën, nuk do mbytesh. Ska e në 10.000 euro roke, e në hoxho më mpreke kërkushi, ja. Nese. Dalin mësime këtu që ma, dalin mësime. Kanë thënë müfesirët në ajetin 51 të surës Anbiya. Allahu Teala thotë, "Esta'idhu billah bismillah, wa laqad atayna Ibrahima rushdahu." Për Hazreti Musa mbaroi. Tash thotë Allahu, me të vërtetë ja kemi dhënë Ibrahimit alayhi salatu wassalam rushdahu, pjekurin. Do me thënë kemalatin, të jetë njeri i pjekur min qablu, qysh më herët. Disa müfesir kanë thënë qysh si fëmijë. Imam Mujahidi dhe të tjerë kanë thënë kështu. Disa tjerë kanë thënë, hala para se të krijohet në caktimin e Allahut në Leuhi Mahfuz, Allahu e ka caktuar Hazreti Ibrahimin dhe ja ka mësuar
Disa kanë thënë pejgamberllëkun të jetë i gatshëm për pejgamber apo t'i dije gjërat që duhet t'i dije. Kanë thënë disa dietar, kur lindi Hazreti Ibrahimi, Allahu Teala ja dërgoi një melek dhe urdhëroi nga ana e Allahut që me zemër t'i dije gjërat që duhet t'i dije për Allahun, cilësitë e Allahut, sifatet e Allahut, efalet e Allahut, esmat e Allahut, dhe ta bëj dhikr me gjuhë çdo herë Allahun Teala. E shehni musliman, Esselamu alaikum. I ndodh diçka, subhanallah. Bon një gabim, estakfirullah. Allah, ja Rabi, edhe neve na jep këtë gjuhë, ja Rabi. Interesant u bë kjo puna e gjuhës. Ma i thujnë plesht, s'ka kocki, kjo gjuha jonë. Ki mish nuk ka koc. Njëherë, a u mësove, ma pa vërdalve në ato fjalë të këqia. Hazreti Ibrahimi si bebe, si fëmi, si foshnja, që këshu ju përgjigj me lajtjes, kad fealtu, me të vërtet e kam bërë. Do me thanë, jo do të bëj, po e kam bërë. Çka do të thotë kjo? Ne shqip këshu themi, u sos puna. Atë ma krysh këtë punë, duhet faktikisht themi, dhe ta kry atë punë, dhe ta sosi atë punë, neve themi, u sos puna. Me thanë, në kohën e kaluar flasim. Edhe Hazreti Ibrahimi qysh të i fëmi, e dëshmon në shtrimin ndaj Allahut, dhe thot, usos puna, do me thanë nuk tha efalu, do e bëj, ose do e kry këtë punë. Dhe kanë thanë ulemat që kjo ishte momenti i pjekurisë Hazreti Ibrahimit. Një moment tjetër, kur e hodhën në zjarë Hazreti Ibrahimin, dhe sprovën e tij që e kishte me Nemrudhin, shumë i ngjan rastit të Hazreti Musës. Ishte vetëm 16 vjeçar të i gjaliri. O, gjaliri adoleshenta, ka këto 16 vjeçar. Jusuf, ai diari ndoshta, e në qëtër 16 s'ka, po. Kiti kina kalu 16 vjetë, o gjemat. Calim për neve e hodhen në zjarë për hir të kauzës të ti. Ja qëfar trimërie, 16 vjetë frajer. Disa ulema kanë thënë, mund edhe 26, dy mendime ka. 16 ose 26. Që i kalum, e në 26 i kalum. Ku jemi? Kërkun si jemi. Qëfar zgjari, be qëfar, s'kallë qeki, a i thash hi që ti që nuk ka une, që. Po me ka në vend ati du një policë, po me ndrau sistemi, be gjemat, Allah i në rujtë, prindët tonë, qëfar sistemi ka njëto, a kanë mund të mblidhen që këshunë me gjlis. Për qatë, parim i ehli sunnet vel gjematit është, kjo nuk o t'jesh frikacak, kjo do të thot t'jesh shumë njeri vizionar, a të lanë të mblidhet që këshunë me gjlis, a të lanë gjamiat rahat, të djelën qeter, votoje këtë duash, vetëm mos fol keq për asnjënin. Tamam. Feja islame s'ka lidhje me këto, ne i kemi ligjet tona, këto kanë ligje tjera. Votoje këtë duash, kë e shojsh ti më të afërt, e ne pik, e ne muhabetin mos ja bën. Lavdroje në thuja Allah i ndihmoft ati, Allah i ndihmoft në këti, se ne kemi ardhur këtë dynja me vabo islamin të bukur njerëzve, nuk me iftof. Tamam. Dë kush ka interes andej, dë kush ka interes këndej, unë të tregoj se jam apartia, këtë e kom bosh të thonë, pi dersin e parë ndoshta, se më pejsin njerëzit, hoxho, ku e divon, emnat nuk vadim. Votoje këtë duash, nuk është as shirk, nuk është as kufër, votoje, veç votoje kështu adin, sa ta bëj ato obligimin të më qytetarë dhe pikë. Ma në detaje mos jenë. Nejse, a je aktivist sendatër, bane atë punë, me hakikat mos ju në haram, unë si hoq, ka që mund të them. Ma tutje e kom të ndaluar, se unë e përfaqësoj fen islame. Feja islame më naltë të gjitha. Nuk mund të anëm nga ndonjë anë. Po hoqo iq më votoj, asa jo nuk bon. Asa jo nuk bon. Pse nuk bon be xhamat? Pse neve jetojmë me një ambient ku ka dhe të palës tjetër. Atëherë, çdo musliman, çdo shqiptar me thanë nuk votoj, një ditë i xhibohet puna. Nuk vajna i xhivën ta falet xhuman, kryetar tjetë. Dhe vaj i shkon djellave në kish, dhe të bëhet kryetar, tamam. Atëherë neve jemi pjesëtar të këtij qyteti, ta hapim hakin. Jetojmë se jetojmë, Allah na ka dhënë jetë në këtë vend, njënin për atyne, hajse të dia palet në ndihmojnë për xhamia. Aty jemi elhamdulillah rahat. Mirë, kaq e kisha, po nëse di nëse hina këtu. Hazreti Ibrahimi Nemrudi, thamë po. Po, ka ndodh me Allahu salli ala sayyidina. Sot si jam mirë xhamat, se një mbledh mend. Ama Allahu alem, njani pe Harun Rashidit bëhet fjalë ose Omer ibn Abdulazizi ka marrë pjesë në një
ka xhuman ta fale, namazin ta fale. Dhe njani pej hoxhallarëve aty ka kritikuar shumë ashpër. E ne ka thënë stop, ka thënë. Allahu Teala në Kur'an i tha Hazreti Musës edhe Faraonit, stakfirullah, Hazreti Musës edhe Hazreti Harunit, kur ti dilni para Faraonit, ti folni me fjalë të buta. Përpara nuk e ki as Faraonin, e as përpara me nuk qëndron Musa me Harunin. Për çat mati fjalët. Edhe neve ta, çka kritikojmë? As ne nuk jemi Hazreti Musa, as Hazreti Haruni, po shqyra Allahut edhe ato nuk janë Faraon. Tamam. Mirë. Do me thanë Hazreti Ibrahimit ja dham qysh në fëmiri, disa thuin do me thanë qysh në rini, 16 vjeçar kur ka qeni ka bo bal ati sistemi, e dini me putat kur i then, pastaj vendosin me djek, mirë po, ndihma Allahut e bon atë zjarë të freskët. Mirë. Apo, sprova e Hazreti Ishakut këtu thot, mirë po, mendimi më i sakt është që ka ndodh me Hazreti Ismailin, kur është desh të theret si kurban, ma pas bret Allahu Teala një dele nga qielli, i ka pas vetëm 7 vjet fëmijë i vogël. Apo Hazreti Ibrahimi që ka sjell argumente me yllin, me hanën dhe me diellin kundër popullit të tij. E dini, bëhet fjalë për surën Enfal, tashmë i di pak më mirë se merrem edhe me do përkthime qera, ajete 76-79. Allahu Teala na tregon rastin e Hazreti Ibrahimit me popullin e tij. Dhe kujdes xhamat kur e lexojni përkthimin e Kuranit, aty nuk bëhet fjalë se si ka besuar Hazreti Ibrahim. Kur thot ja ki yll, hajti besoj yllit si Zoti im, mapa zhduket ylli, thot Hazreti Ibrahimi, unë nuk i dua ata që zhduken. Do me thënë nuk mund t'jetë ky Zot. E tash një pejgamber që Allahu Teala pen fëminia ka dhënë një pjekuri, nuk mund kur ti ketë 16 ose 26 vjet me bëu stakfirullah shirk me i thënë dëni gjëje të krijuar Zot. Prandaj kur i lexojmë këto duhet me pas shumë kujdes. Këto janë vetëm ta'rid i thujnë në fjalor në literaturën islame, në sheriat, ta'rid i vjen me i përdor fjalët e tua për të të hesh tyje. Në të flas me fjalët e tua për të të bin tyje. Më thënë, ja ju që i besoj keni yllit, hajtë themi se është ky Zoti im, dhe presin, kur bie drita e diellit, zhduket ylli, do me thënë nuk mund të jetë ky Zot. Sa ne bindish me argumentin e kundërshtarit. Jo se Hazreti Ibrahimi ka besu yllit si Zot, hasha. Të njëjtën metodë ka përdor edhe me hanën, edhe me diellin. Tregojnë se kjo kur ka ndodh i ka pas çekshu 15 vjet. 15 vjeçar, ka që i guximshëm, dale përballë popullit, ti boje ballë dhe ti munde në debate. Allah ja Rabbi, ndoshta këtë guxim s'do e kemi asnjëherë. Po të paktën çdo herë jemi në rrugën e Hazreti Ibrahimit, edhe fëmijët ton ja Rabbi na i bën. Pim 15 vjet xhamat ka inteligjenca të mëdha. Ai 15 vjeçar ndoshta zbulon diçka, një tash fëmijë në Turqi e ka marrë vendin e parë në shah. Kitë shkolla e prejten kam, po në shah e ka marrë, majrin ajo do më pak mende. Do thëmë me i përdor pak ka islami, apo do një hakirin do ku e digji firmat më dhaja. Me i përdor për islam këtë, ja shojmë hajrin kitë neve, muslimant. Apo për Hazreti Jusufin, alayhi salatu vesselam, bëhet fjalë, kur ka qenë fëmi, Allahu Teala i dha vahi, do me thënë, i dha shpalje, ja dërgoj një melaqe, e inspiroj që të bëje sabër, kur vlezrit e ti e mashtruan dhe hodhen në bunar. Do me thënë, Allahu Teala shifi ka dha një mendje shumë të madhe, një sjellje shumë të bukur, të dish të bësh sabër, edhe pse je fëmi. Hazreti Jusufi, ma pa e dini rritet, e dini ngjarjen e Hazreti Jusufit, për këtu në sherh ka do informatat bukra, sa vjet ka qëndru në burg pastaj. E dini kur burgoset me atë rastin e iftirasen tek shumëra. Ulemat kanë thënë 12 ose 13 vite. Pika e nxjerrin këtë Molla Ali El-Qari thot kështu: sa shkronjat e ajetit udhkurni inde rabbik, kur i thot atij shokut të tij të burgut që do shkonte thuje emrin ti shërbeje mbretit, i tha udhkurni inde rabbik, abe përmendem mu se gabimisht më fejtën mu këto në burg. Pse nuk e tregojmë mbështetjen e plot që kjo nuk o gabim? Nuk o gabim kjo, po pse nuk o mbështet plotësisht të Allahu Gjelle Gjelalu, sa shkronja i kanë nxjerr për këtë punë? Jusufi a.s. nga gjuha, nga goja, qaq vite, shumëzim me vite, nuk me dit,
me vite Allahu Teala e sprovoi e la në burg e tij. O xhema 12-13 vjet. E pse 12 apo 13? Varësisht atë shedden, a dreqyr me 2 shkronja, kur do them inde rabbike, se e dim ne që lexojmë Kur'an, kur vjen sheddeja, do thot aty është bani idgam. Shkronja e parë është me sukun, tjetra është me hareke. Ra b bi. Ra b bi arabisht lexohet rabbi. E disa ulema kanë thënë kjo bën 2 shkronja, atëherë numëroj gjithsej udhkurni inde rabbik, bëjnë 13 shkronja. Arabisht zanoret nuk quhen shkronja. Ashtu do dilte 27 vjet stakfirullah, do vdiste në burg ndoshta. Gjuhët tjera neve, gjuhët tjera latine, indo-evropiane zjon. Ne dhe zanoret i quajmë shkronja. Arabisht zanorja nuk është të shkronja, është vetëm hareke, që e lëviz shkronjën. B, do thujsh, vjen via nalt fetha, thon hape gojën. B. Kesra te posh, bi. Damme nalt. Bu. Thon dam bani buzët. Shumë. Tamam. Këtë kanë kuptime këto xhamat, nuk janë rastisht. Tamam. Mirë. Ku ishim? 13 shkronja apo 12 shkronja, çaq vite kanë ditë në burg Hazreti Jusufi. Shef, këto janë do info që si kena ditë. Molla Ali El Qari, që ka bë koment këtë kitab xhamat, shumë mu lidh tash zemra për këtë. Allah ja Rabbi më bashko mua me këtë dietar në botën tjetër, edhe xhamatin këtë amin. Dietar i madh xhamat. Në çdo lami të sheriatit ka të shkruara shumë libra, hoxhallarët le të interesohen, le të marrin se shumë bereqet ka. Mirë. Ba tregon se ja ka gjetë mapa Hazreti Musa vorin, kur e kanë nxjerr pej Egjipti e kështu me radh. Një rast tjetër, do me thanë, edhe Hazreti Jusufin e përmendëm. Çka i ka dhënë vahi këtë harum ta themi, ç'kët kalon edhe në Kur'an. Çka i ka thënë Allahu Teala Hazreti Jusufit me anë të melaqeve kur ka qenë fëmijë. Hala pejgamber nuk është bë, po i ka ardhur një vahi i themi. Vahi, nëse nuk bëhet fjalë për pejgamberet, është ilham. Do me thanë, është inspirim. Wa auhayna ilayhi, ne i dham vahi ati Jusufit a.s. le tunabbi'annahum, se ti do t'ua lejmërësh, do t'ua mësosh bi emrihim punën e atyne, do me thanë vlezërve që ta bënën këtë trik, hadha, do me thanë që këtë trik që ta bënën, wa hum la yash'urun, dhe ato nuk dë e din, apo nuk do ta kuptojnë. Bëhet fjalë për mbas disa vjete, kur andej Hazreti Jusufi do ish me një pozitë shumë të nalt, e dini krizat ekonomike, natyrale, gjikja ajo, vinë ma pat kërkojnë dim për Hazreti Jusufit, ato nuk e njohin, ndërsa Hazreti Jusufi i njifte ata. Dhe ma pa ua përmendi këtë ras, ju e kishit një vlase që këshu e hodhet në, thujamin bunar, që ndodhi vahi Allahu Teala, kur ishte si fëmi Hazreti Jusufi. Këto në sjellje të bukura xhamat. Ti dish do gjëja që të ndodhin matutje, e ne ta mbajsh gojën mbyllur, a dini që të në ndodhë të neve që. Jo që të mund të në ndodhe, po para mendoj, fardhi muhali, i thunë kësa arabisht. Momentin kur të dilshim nga bunari drejt, Allah im foli mund të thush. Na refshin qitek, që atë në mbejq. Neve ashtu jemi. Hala, pa na folë Allah, pa dëni me laj që ne, po su trau kom gjema tu e folir vitin. Veç i përmeni, une, ka dale pak, shif Hazreti Jusufi fëmi ishte, Allahu Teala i tha, ti do t'ua tregojsh atyne në ngjarjen e vërtet, ama duhet presish një 30-40 vjet kalon, dhe boni sabër. Hiç nuk e përmendi. Hikmet, urtësi, sjellje e bukur. Tregojnë ulemat e sierit, do me thënë e sirës, jetës e pejgamberit a.s. Tash vim te pejgamberi jon i dashur, gjithë janë tonit, po më i dashur jon sallallahu alaihi wasallam. Tregojnë ulemat e sierit, do me thënë e sirës, se Amineja, nana e pejgamberit a.s. që ka qenë vajza e Wehbit, ajo na ka treguar, radiallahu anha, enne nebijena, se pejgamberi jon i dashur, sallallahu alaihi wasallam, vulide, kur lindi atë natë, hine vulide, basi ta njedejhi lal ard. Lindi duke i pas, më thënë, momentin sa doli nga barku i nanës, durët i shtriu në tokë, rafian ra'sehu ila sema, kokën e çoi për ka qielli. Fëmit të posa lindur mundohen këtë lëvizje ta bëjnë, apo thujnë edhe doktorët është mirë për zhvillimin e muskulaturës. Sigurisht që nuk flitet tu për biologji, këtu ka një mrekulli e madhe. Molla Ali El Qari, ku ma preku zemrën kështu, tak.
thot, këtu ka një isharet me duart e tij të bekuara, duar pejgamberi ka lind xhamat. Kanë dalë në këtë dynja duar pejgamberi. Te Mevludi e keni rastin se si ka lind pejgamberi alayhis salam, çfarë mrekullish ka pa nana e tij sallallahu alaihi wasallam. I shtiu duar në tokë për t'ia bo me dije këtë dynjas se shumë prej kësaj toke do të sundoj une. Subhanallah. E çoj kokën lart për t'na bo me dije se do ketë një pozit shumë të lartë. Çdo herë do përmendet ai, çdo herë fama atij do jetë më e lartë se çdo kush i tjetër. Gjithë ato mbretër, ku e diçka filozofa jetuan. Një periudhë bëhen famshëm mapa fës. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam çdo herë kokën nalte ka. Ja Rabbi, na bëj nasib ta shohim botën tjetër, ja Rabbi. Njerë për ta pa duhet e në këtë jetë jetojmë në hapat e atij. Në një hadith, pejgamberi alayhi salatu wasallam tregon për ngjarjet e veta në fëmijëri, për sjelljen e bukur si mrekulli e Allahut në fëmijëri. Thot lemma neshetu, kur fillova mo të rritem, bugidat i lejel e uthan, mu bon të uryera el e uthan putat, idhujt. Ve bugida i leje e shi'ru, edhe mu bo e uryer poezia, vjersha, kënga e kështu me radhë. Për këtu duhet me pat kujdes tash. Pejgamberi nëse thot më shbë e uryer, atëherë kur të hypim vetur, hajde lishoje. Kitë gabëm xhamat, nuk bëjmë kështu për shari, unë e bëj të nuk jemi ne që mund të lavdrojmë vete. Apo, mora fjalë. Na ka hinë zemrën në xhamia na hini ajo. Allah i na shpëtoft. Ama, si tha një hoqë, ishim me nive, e ne ulshau kjo. Para asaj një 77.000 ilahije. E ne më tha i hoxha, e du shumë, tha hoxha, tha, sa ti ngjym që ato ilahije tjera, s'marim vesh kur gjë, tha, bërëm këtë e marim veshën e emocionohem ja. Se bëhet fjalë për një shehid, për një trim të vërteta. Tamam, ka do aspekte pozitive, ama duhet me hik. Pejgamberi nuk i ka desh këto punë. Allah, ja Rabbi, edhe neve na e trego të urryer, ve kerri hilejna, el kufra, ve el fusuka, ve el isjan. Ja Rabbi, këto gjinafe, kufret, shirket, isjanet, na i bëj të urryera në zemrë. Nuk varet pi neve. Njën gje të dukeshin të urryera, për një dit mund të kalish dëkundi, ose të hysh në berber, ose në një restoran, tanë këndon, ajo për 10 vjetë që e kënë gju, hop, kthehet ajo knatësia e zemrës. I si ka ndodhë njënit, në qipata benon, kuse kom harau, në këse ke harru, Allahu Teala ta bon të harrujsh, po e harrove, po e dite pe vetës tënde, unë e i kam lanë këtë këto, po ta ktheu Allahu atë ndjenje edhe njerë, hecë se bon të ube njerë, nuk në gjallet ajo ndjenje atë të ubes, kjo vlen për çdo gjunaf, ja Rabbi, si na bone nasip njerë të uben, na boj dhe njerë nasip, ja Rabbi, për çdo gjunaf, amin. Dhe vazhdon hadithi, walem e hummu bi shay'in, thot nuk kam ka shku për brenda për asgjë mimma kanat il jahiliyyah taf'aluhu, që kohën e xahilietit njerëzit i veprojnin ato, illa merratain, vetëm 2 raste. Para pejgamberllëkut bëhet fjalë, pejgamberi alayhis salam ka qenë djalë i ri apo fëmijë, bile fëmijë, sabi i thon, hala pa me hyrë në pubertet, hala nuk është në një mosh që dhe merret në llogari. Si dhe nuk ka sheriat, nuk ka zdrip Kurani, hiç e ma hiç nuk mund të merret në llogari. Megjithatë nuk e ka bëhat gabim, që Allahu Teala e ruan. Thot vetëm 2 raste. Fa asamanillahu minhuma, Allahu Teala më ruajti nga ato 2 gabime, thumma lam e'ud, ma pasi edhe njerë nuk ju ktheva atyne gabimeve. Cilat janë ato gabime? Së një gabo, po prapi quan gabime. Pejgamberi alayhi salatu wasalam një ditë tundet me kafshët e tij që i ka ruajt, kopen, dhënt, shef se ka një lëvizje pak më tutje. Dhe i thot një shokut të tij që edhe ai po ashtu ka ndet me hajvanate, i ka thënë, a mund të më shikojsh pak kafshët, unë do shkoj pak më tutje se du esmuru, semër i vjen me ndet natën me bo muhabet. Ashtu thot pejgamberi si e bëjnë fëmit e xahilietit. Fëmi i vogël, o te i duhet flish, duhet rejtesh, rejnë derin tren TikTok në telefon. Kur dhe rejtet ki? Po haj me flet nesër mit një 10 sahat, mi zgjohet në 7, shkon klase 6 në shkollë. Me 3 sahat,
Gjumë, shkon në shkollë fëmija 10-11 vjeçar. Nuk u zhvillu as truni, as tropi, as psikologjia, kur gjumë. U prejshën xhamat fëmijë tonë. Me çka telefon posto. E që thot pejgamberi, është nishan, është sjellje e xahiljetit me ndajt vonë natën me bo muhabete. E thot dojsh a ditë të ri si e bëjshin fëmijë tjerë, kone e xahiljetit me bo muhabet me dikë. Dhe dola, i lash kafshët dola. Dhe u afrova në shtëpinë e parë në Mekë. E parë se aty kishte pak një farloj lëvizje, apo kishte gjallnaj kishte. Do me thanë, martohesh ka dëkushi dhe me do instrumente pak bëjnë atmosferë. So, sa mora të afrohem, tak në kaploj një gjumë. U zgjova, ktheva ta i shoku jem që i mbante kafshët, më pyeti, çka bone? Ja të regova që këshu, më pos mu bon nasip, usos darsma. Hajde shkoj nesër me të prapë. Kur ndodhi e nesërmja, prapë që këshu ja lash kafshët ati, shkoj prapë më zuri gjumi dhe u ktheva, prapë më tha, gjibone, këtër thot pej turpit, së një tregova se prapë shkova ta bëja të gabim një qëfar gabimi. Veç rije pilar t'i shofe se si ka dhe një lëvizje në muhalla. Ne hoxalar, po prapë këtë qif, martohet shoti ding, ting, ting, me sirena kalon, dushtja bësh me dorë, qofte kalon me hangren e taj, a dushtja bësh, hajde. Shqeqir, Allah i muhabete u dhash gjithve, këtë e thujmë për shaka, Allah i trashëgoft me fëmijë të hajrit, gjithë shokët apo kojshilerët e këshu me rath që martohen. Sion pjatin e tipave që mund të adin, në lanë pa gjumës. Hala për tartë me folë se nuk bën në përdars ma muzika, duhet folim shumë gjana qerët. Duhet mos i mbajmë hutbet ka 45 minuta, duhet ne hoxalarët njerët jemi shumë pastër ndej Allahu Gjelle Gjelalu, e ma pa me folë se nuk bon muzika ndarsëm, nuk bon, ajo nuk bon. Do shta dë njëre kina folë, ama direkt me atësën e flasë, me ju mund të flasë. Ju 7-8 vjetë gjajti njojnë i dersë. E tash mo me ju është të më puna, të marto, se se në marto, e veshva. Astaj se marto. Kur të marto është të më puna, a me e di se të më bojë dhe njëni pjush hoxha, apo me pak lodrat, se i kom qif lodrat. Ne shqiptarët kina pikdobet me lodrat, po gjithë e bojtë. E në të lodrat gjemat hinë hukmi njëtë, problem është. Ama që e thomë, nuk dhe flasim për lodrat përsen. Duhet flasim për akiden e ehli sunnetit. Duhet flasim për 5 vakët namazet. Duhet flasim për me hik pi kamate pi krediti e subhanallah. Nuk du me i përcil në përder se rastet se dë those që hasret hoxës telefon dritë marë. Si Hazreti Jusufi, nuk jemi neve, se në mbajmë brenda. Hikni pi kamatës o gjemat. Hikni pi kreditit. Shajt shpaj, rabë, mshile atë kreditën e mo, mshile atë dosje. Po hoxo ta marrën e një ta mshili këtë, hik se vdiqe. Allahu Teala na rujt, amin. Qashtu pejgamberi a.s. edhe kjo nuk ja bo nasib. Dhe e merë fjallën, djetari jem, më i preferuar që këto kohët e fundit, Molla Ali El-Qari, Muhammed e ka pas emnin. Ja rabi bëj këtë Muhammedat si këto ulematë më dhe, amin. E të regon rastin dhe thot në këtë hadith ka një tenbih, një vërejtje të madhe se duhet me pas kujdes pejgamberi a.s. atë hem, atë interesim që e ka pas për këtë nuk është në atë mosh që dë miret thujemni në llogari se vetë në hadith kalon kema jesmuru e sibjan, ashtu si e bëjnë me ndejt pak ma vonë fëmit e ati vakti. Dhe po ashtu në këtë hadith ka një argument, edhe atë e u fa delilin, argumenti më i plot, më i fuqishëm se me dëgju fjalë të kota, me dëgju muzikë, me dëgju darbu dufi, dahire. Edhe atë qërto me zingjira thom, me qangrak, si i thujnë asaj, qingrak, si di ato fjallë. Përveç asaj që sheriati e ka lejuar vetëm dahire, pa atë zile, ditët e martesës, pejgamberi a.s. i ka lejuar vajzat e të afërmve të familjarve, me një kusht, mos në gjohen këngët të kojshit, se është zë femre, zë vajze, nuk duhet me unë gjuhë për e. Në shpia të mbrenda e martojnë kalin, malin, o digje malin, bon që dush, ama jo të dëgjohet për jashtë. E sot hoxos ka dahire, pa zile, tham tamam, haj vesh të adim se është gabim, nuk hyë qash në detaj. E sot jo si e veprojnë disa gjahil sot, që i thuajnë vete sufi,
se sufit e vërtet nuk miren me këto punë. Sufi i vërtet merret me qitape. Sufi i vërtet merret me takvallek, merret me ilm, merret me ibadet, merret me emër bil ma'ruf wa nahy anil munkar, merret me xihad, merret me i bë terbije gjeneratat e reja. Sikush si hoxha im i dashur Mahmud Efendia. Kur thush sufi të vërtet, si e përshkruajnë këto librat e vjetra, do të parafiturohet hoxha im. Telefoni ka bë dëkuj cingër mingër, ndale atë. Ndale. Ne tirin tom, i lam ato. Po hoxha gjithë me telefoni, vinë e thot zanin e zogut, ciu letja boje telefoni. Edhe ajo i ka pengu. Ska. Po hoxha, me vlut, hoxha, ilahie, hoxha, ska be, ska. Gjemati që do më vije për ilahie, hiq mos më vije nderse. Unë këtë guzim nuk e kam të thonë. Hoxha e me ka thonë. Tash kuptoj e piktu. Një gjemat që do vije për ilahie, hiq mos më vije nderse. Se s'kam bajt hiq, as me vlut në kurrë, ilahie s'ka përzi, hoxha jem. Po hoxha, nuk vin njerës kur bëhet me ilahie, bëhet një freski, bëhet pak më interesant. Ata njerës që do vinë për ilahie, hiq mos më vinë më mirë. Çfar vizioni, çfar larg pamësie. Njeri që don ilahie, do thot nuk e don Molla Ali El-Qari. Kur i vjen këto shprehje të rranta, pak më të thella, ai nuk është i gatshëm për këtë. Atëherë taj di thush, meru me ilahie. Shko ataj, gjali nanës, gjali bazë, gurbeti, andi këndi. Meru me ato. Neve duhet merremi me gjërat reale të xhamat. Dhe nga kjo mos preket as kushi. Nëse dhe jemi qash të vërtet, duhet edhe pa me ofendu me e thanë këtë. Tamam, nuk ofendojmë asnjënin, ama realiteti i vërtet o çka. Hakikati to çka. Nuk shkon me këto punë feja islame. Nëse çesi e bëjnë xhahilet sufist, saqë mblidhen me një vend, bëjnë dhikre dhe mes dhikreve përdorin edhe dahire apo edhe instrumente që përdoren me frym, si fyll e klarinet, që fiks sot sufi shkruj pak në internet drejt dalin që këto. Do me thënë këto s'qen kanë nga i sufia që thot Molla Ali El-Qari, që vetë thot unë jam Naqshbendi. Tamam. Për qatë më ka hyrë në zemër shumë ky dietar. Për qatë keni kujdes gjema, ato janë pak tema më të thella, unë nuk du t'u lodhi juve me këto tema, ju falja namazin 5 vakët, ama kur do ngjoni kësi tituj tjera, ku e di sufi, dervish, bektashi, dihet do xahila e pidafën këtë, ti fajtin kit me një thes. Ato xahila, janë hala ma xahila se këto. Duhet me pat kujdes mos i him dër hak. Duhet me pat kujdes mos i him dër hak njerëzve. Po shumicat mo kanë deviju, bëjnë gabimet mëdhaja, ama neve nuk do japim, ato nuk na japin neve llogari. Lenja Allahin e ti marrin llogari ato. Sesa tu thush në kitve bidatçi, ti kapish në Molla Ali El-Qarin, që thot unë vetë jam Naqshbendi, e në atër frejt e azabin botën tjetër. Zdia jam i qartë xhamat, për hoxhallarit jam shumë i qartë, xhamatit pak me rezerva ndaj këtyne fjalëve. Hoxha gjio dervi gjio Mevlana, leje beti atë Mevlana. Ku e dish ti kush o Mevlana? Po ato gji vërtetën. Po me ta prupin liber se nxënësit e vetë kanë thënë, asnjëherë nuk ka vërtet, gjithë thush. Ose hinen ndërhak një evlia së vërtet. Për çat mos flasim ne për këto tema. Ne të flasim për namaz. Ne ti ndalim fëmijët ton nga zinaja, nga TikToki, nga telefonit. Miremi me gjëja reale, me problemet vërteta që i kemi në shoqëni. Mirë. Sa që thot edhe kur bëjnë mejlise për mevlude, i përdorin këto instrumente. Shifni, ehli sunnet i thot, e dun hoxhën tem shumë, vini apo dorën hoxhës tem ndoshta. Janë shumë të famshëm, prap me respekte. Ama ja shkrujsh emnin, nuk do përmendi emra, del në internet, lambe, teke si dajgjëvejca jem, o vla, ka dale me dajire pak. Nuk ka në rrugën ton, në ehli sunnet velgjam, në Hanefi me thep, këto nuk ka në kësi sende vend. Me vlut. Tamam, me vlut, ama bone si insan me vlut. Nese. Selam, këto grues dajgjës tem. Pa dajca i thujmë, nuk e kam alit gruet dajgjë. Apo ma e keqja shkojnë edhe te varezat e shejkhlerve, e vlijave të vërtet, edhe aty i pengojnë njerëzve, njeri aty ndoshta pret do një nur, do një bereqet, pi hedijeve që di japim tuke lezu Fatiha apo Yasin, ta i shkojsh me dahire. A i tukon gjallë ka kon kundër dahireve, ki shkon aty më vor, i ban me dahire dhikër. Allahu Taala na ruaj nga këto bidatet dhe nga devijimet. Amin. Piktu mund ta kuptojnë edhe unë çfarë pikpamjesh dhe sa më hihet ndër hak mua në përmezlise. Kur flasin për mua.
i repti, i shkepti, ki vallëzon, ki këcen, o vallej, bile, asë në gjahilje s'disha të vallëzoj. Allah i na falë, s'disha të vallëzoj asë atër, e kumo kur dhe bohem hosh dhe vallëzoj. Asë njerë nuk e ngrej zanin me bo dhikër. Për erë me te spaj bëj dhikër, me zatë ungjët. Nuk duhet mire me këto muhabete, ama më hynë shumë dër hak. Për qatë, kur dhe hasni kësi me zhlise, thujnë, më folë për atë se nuk o pjetin. Mirë. Ose hiq më hinë muhabet, me drejtë. Ndroje udhën. Mirë. E tash ulemat kanë thënë, sigurisht që këto mrekulli, këto edepet mrekullueshme pejgamberët i kanë pas të shtim në natyrën e tyre. Mirë po thot mund, ato që s'janë pejgamber, njeriu mund të linde me disa tipare për aty në dhuntia Allahit. Nuk je pejgamber, tam pejgamberët, kitë pejgamberët i kanë pat këto. Kitë sjelljet më të bukura të mundshme. Mirë po neve s'jemi pejgamber, po thot të doni njeri mund t'i shojë shto tipare. Dëkush e ka një sjellje të butë, dëkush është shumë tolerant, ama dëkush nuk e ka. E ai që se katër duhet punoje, duke i ndjek rrugët e pejgamberve, sunnetin e pejgamberve, që ta mbrije këtë sjellje të bukur. Dhe ndjeke një hoxh, ai hoxha t'ja mësoje këto qitape, këto derse sen, edhe ma në fund t'i boje këto. Qëllimet e derseve tona janë xhamat, këto me izbatun jetët tona. Që, tamam, në natyrën e kemi ma shumë na krefe, thujemi këto gabimet sen. Ama i lexun këto derse. Atër të paktën kur dërish në internet, pimbas mo lisho të kompjuterit dhe një muzikë. Lisho ders. Ama në këtë ders dulse dhe ilahie nuk duhet të lishesh. Ama në çdo dyqan islamik që është, që shet tespaje, që shet shamia e Kurana sen, Kuran shet kalshua gje dahire. E nuk bon, a dul tash këtë qitab nuk bon. Nëse kia si dyqani, edhe këtë ngjoje. Mos e bon. Kje restorant, nuk du hoxho muzik, lishosh ilahie. Po edhe ajo s'bëjka. Nese, ma është një nivel pak me inalt. Inshallah dhe e mbrim gjithë këtë nivel. Sot e shojmë të disa fmi, lind me fytyrë të bukur, lind me do karaktere tipare të bukra, apo lind njeri me gjuhë të sinqert, nuk din të gënjej, ja Rabi bëni fmi tonë ashtu. Derisa janë fmi vërtes din gënjejnë. Ama që ma pa rriten, fillojnë ato tiparet e nefsit të keqë, përhapen në trup dhe më pamsohet me trika. Kur bashkohet kjo në ambientet këqia, që sot rinia për fat keq, jo për caktimin e Allahit. Ashtu ka ardhë sot rrethi, i mësojnë trikat, mapa puna e parë, njerin e parë që e gënjen, nana edhe baba. Që u desh jenë këto njerëzit e fundit që dhe përdorish gënjeshtrën me këto. Asë njerë nuk duhet ta përdorish. Këto puna e parë të prindet e përdorin gënjeshtrën. Pikune e s'kjo, friget, si fëmi, ti të regoj se ka marrë dysh matematik. Thom të kallëzoj, se kur dhe rejtësh dhe të vajnë barë. A pse e thom këtë, që mos mësohet me mqef e në me gënyu para prindve. Sa jo është një tipar i keq. Nese, në lidhje me këtë, pejgamberi a.s. ka thënë, kullu l'khilali yudbeu alejhe l'mu'min. Çdo që këto khilal tiparet bukra. Sjellje e mirë, me kani drejt, mos me gënju e këshu me rath, yudbeu alejhe l'mu'min, janë të vullosura në karakterin e besimtarit. Thënë, kur lindish për mbark nënës të i kije, me atë fëtrat, me atë natyrë të pastër që ta ka falë Allahu Teala. I kemi këto. Mirë po me kalimin e kohës i prishim. Përveç dyjave thot, illa l'khiyane wal kedhibe. Tradhtin edhe gënjeshtrën, këtë Allahu Teala asnjëherë nuk ta shkruan brenda, nuk ta ka vulos këtë. Po këto njeri, mapa me kalimin e kohës, i fiton, do me thënë, tradhtia e ne gënjeshtra. E zgjata pak dersin, atër dersin tjetër, si t'jemi gjallë e shëndosh, di lexojmë do thënjet e ulemave të vërtet, që nga sahabët, e selefët, e ulemat e vërtet, çfarë do të thot me kanë tradhtar, apo gënjeshtar, dhe të që ki hadith që ka thënë Hazreti Omeri, el gjurëtu, trimëria, o el gjubnu, dhe të jesh frikacak, janë garaizu, janë do tipare që i ka shti Allahu Teala, do rënë që i lishon Allahu Teala, hajthu jesha, të cili do person që do. Dika do në të bëj frikacak, se ka dit në dijen e ti pa fillim se ky do jetë frikacak, se ky do jetë zgjedhe atë rrugë të jetë frikacak, ndërsa e din nga dija e ti pa fillim, se ky hala pa e kriju njerin, Allahu Teala e din çka do bëjë, çka s'do bëjë. E din se ky do e zgjedhë rrugën e trimërisë, prandaj edhe ja lën trimërinë
kujt të dojë Allahu dhe ashtu si e din Allahu me dijen e tij pa fillim, dikë e bën frikacak, dikë e bën njëri trim guzimtar. Ja Rabi, mos na bëj nga frikacakët. Na bëj ja Rabi nga trimat e vërtet që me që e mbarum, do isha bashkë këto thënie të ulemave të ndikojnë shumë në zemra. Mirë, po koncentrimi mund bjerë, jemi minutat e fundit, dhe elamat javën tjetër të kthjellët drejt dakikat e para, edhe tjetë si një vazhdim për dersin sot që dhe mbarojmë këtu. Allahu ju shpërbleft, Allahu na rujt nga këtë që këto sjellit e këqia, tipare të këqia, mos i përlym ato natyra të pastra dhe edepe të bukra që ne ka falë Allahu Teala në natyrë, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.